Gazetari i njohur Drini Zeqo, i ftuar në një studio televizive, ka folur për jetën e tij personale dhe profesionale. Në një moment gjatë intervistës, ai u pyet për moshën dhe Drini nuk nguroi as pak që ta tregonte. Pjesë nga intervista. Drini, ti sa vjeç je? Unë jam i ditëlindjes 1982, sapo kam mbushur 44 vjeç. 44? Jo më jo, vërtet? Jo se 44 nuk je i ri, se sot koha ka evoluar dhe njerëzit janë më të mbajtur, po e ke gjenetike, e mban veten? Mendoj se janë pak nga të dyja, po pse kaq e çuditshme, kaq i ri duken për moshën që kam? Ta them sinqerisht pa asnjë dozë ironie. Nuk ndij sikur kam bërë ndonjë gjë të egzageruar, të tipit sforcë shumë të madhe, dieta, regjim. Bën palestër? Bëj palestër rregullisht, patjetër, por mund të them që televizioni ka ndikuar shumë. Do të thuash ti që të gjithë kemi bërë televizion, nuk kemi të njëjtën qasje me dukjen, po mendoj se është diçka e brendshme, o e ke o nuk e ke këtë kujdesin ndaj vetes të zhvilluar në këtë formë. Unë e shijoj këtë pjesë mirë, për shembull, ha mirë, kujdesem që të mos abuzoj. Tani të jemi realist, të gjithë kemi patur ato periudhat e uljeve dhe ngritjeve me shëndetin, apo me abuzimet me ushqimin, apo ndonjëherë me alkoolin, të dalat e shpeshta që jeta na i krijon her pas here. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.